Oj Kosovë, oj djeplirie, Shqipëri mos u imbarova. Me 28 nëntor, unë ngrit flamuri në Vlorë. Isa Buletini e Ismail Qimali, thëriste fusha e mali. Edhe kjo ditë u festua, ashtu si që ka hije. Normalisht, pa munguar muzika dhe vallet. Por kemi edhe disa prej atyre ndejave të cilat nuk kemi mësuar të shohim për këtë ditë. Se si u festua 28 nëntori në kryeqytet, na tregon material në vazhdim. Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Një nga ditët më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar data 28 muajit nëntor. Derisa me padurim prite 100 vjetori i pavarësisë, një atmosferë si e para një viti nuk u vrejt edhe kësaj here. Data 28 perëndoi si një ditë tjetër e zakonshme në shtetin shqiptar. E ata që u munduan të mbajnë pak ritmin e vitit të kaluar ishin kosovarët. Tashmë është bërë edhe adet që për çdo vit me këtë datë të mblidhemi që të festojmë, pasi prezenca e këngëtarëve tanë nëpër klube të ndryshme e restorante është më e madhe. Prive edhe kësaj rade u përkujdes që atmosferën e 101 vjetorit ta sjellë sa më afër jush, përmes prezencës në restorante e klube të ndryshme në kryeqytet. Së pari u drejtuan për në Golden Restaurant, ku qytetarët ishin me numër të madh duke festuar e haruar brengat për një natë të vetme. Rreth 800 persona ishin në sallën e rezervuar, ku po i arktonte këngëtarin nga Shqipëria Gena së bashku me Xhulin, e cila u rikthye pas 4 viteve në skenë. Derisa të pranishmit kishin kapur vallën e po kënaqeshin, patë edhe disa që të njëjtën atmosferë t'ia përcjellin edhe dikujt tjetër, kështu duke shfrytzuar linjën telefonike. Ndërsa të tjera po kujdeseshin për repertorin fotografik. E derisa këta po merreshin me problemet e tyre, dikush uroi festën përmes mikrofonit ton për të gjithë. Gjithë shqiptarëve ja uroj festën e 28 nëntorit, ma shumë dashni, jo ironi. Gena po kujdesej për mbrëmjen, e me muzikën e tij i hallakati që të gjithë, i ri e i vjetër në këmbë. Gena këndoi veti dyti rreth 1 orë 30 minuta, por në pauzën e parë u kujdesën organizatorët edhe për një sfilat nga disa modele që të pranishmit nuk i vrenin që janë duke sfiluar diku. Sidoqoftë, vajzat pasi i hynë kësaj pune, s'mojtën mundal, mësim për tjetër herë. Festonu, kënaqni, duani njëri tjetrin, mos hasmoni ndaj njëri tjetrit, kjo është për mua. Dashuria le të jetë mbi gjitha. Gëzuar njerë të gjithë shqiptarëve, qoftë ky 28 nëntor e paçim edhe me mira vite të tjera festën e pavarësisë, gjithashtu gjej mundësinë t'i uroj domethënë për 2014-ën një vit të mbarë, sa më shumë shëndet edhe çari do zemra. Faleminderit. Pas kësaj ishte në pritje tonën një klub në qytet, ku për t'i arktuar rinin ton, kishte zgjedhur Baba Star si një koqer. Gjithçka po prekte qiellin me muzikën e tyre. Ne i lam deri në orët e hershme të mëngjesit për të ndjerë festën. Urime krejtëve shqiptarëve kudo që janë. Urime 28 nëntorën. Vazhdon ky Isa Buletini. Pa vështeqe. Kur gjë urime krejtë shqiptarëve kudo që janë në anën bam botës, festën e veçantë flamurit që e kena 28 nëntori, ku që ze për jetë. Edhe një u shauru krejtë shqiptarëve 28 nëntorë në ditën e flamurit. E Zone Club u kujdes me DJ Flo dhe DJ Gamble të ndeste atmosferën me këngë pop rap, ndërsa në bateri po i përcjellte Valon Drums. Në zonë të pranishëm u pa mbi 1000 veta, kështu për të shijuar festën e 28 nëntorit. Cila është e veçantë e kësaj feste, tregojnë vetë organizatorët. Armenia në kont përgatituna prej Osdin Shok, krejt. Do na kena para po dyna ja, të i përfshi 2 rrymat muzikës, muzikën elektronike dhe muzikën hip-hop. E ndriçimi i ri po jepte pamje të veçantë klubit. Rinia mos e vdali se kur, po ja kriste muzikës e pijeve, duke lënë kështu këtë mbrëmje si më të suksesshme në kryeqytetit. Ishte ngusht, por thënia popullore vlente më shumë se kur. Sa ma ngusht, qaq ma gjon. Të pranishmit në Zone Club kishin haruar këngët patriotike. Ata po kënaqeshin me Rihanën e Jason Derulo. Alkooli, muzika e shoqëria bën që kjo ndaj të veçohet si më e suksesshmja e festës së 28 nëntorit.